Edhe këta që janë sot pushtet kanë protestuar bashkë me mu. Apo kupton? Këta s'kanë pranu centralin me gaz. Nuk mujke me besu Departamenti Amerikan i Shtetit qysh Kosova ka refuzuar një projekt tillë. Nuk mujshin me besu. Po e nisëm me Kekun si prodhues. Keku e prodhon energjinë dhe e shet komplet energjinë. Çka ndodh? Domethënë këta i deklarojnë disa kapacitete që mundën me gjeneru, me thonë mana ditës, mana 24 orëshit, ja raportojnë ose ja kërkën kesko sa e kanë qatë kapacitet. Kemi bon nominimet, këtu me gjuhën profesionale, kemi thonë, unë nesër i prodhoj që ka megavator. Okay, nëse sun e mrinë, për shembull, sa është ajo 800, sa është kapaciteti? 900 është maksimumi, mes 800 me 900, po çka ndodh? Nëse ti si prodhon, na i kemi dy opsione. Importi ose metanol rrymën. Importi, në rastin kur ti si ndërmarrje publike e nominon për shembull 800 megawatt orë për nesër, të ndodh një defekt në bloqe. Edhe po bjen kapaciteti në 500. Tash që 300 duhet me siguru Keku. A është kjo e vetmja situatë kur Keku importon rrymë? Ose se kjo ka lënë, si më thonë, përmes edhe regulatorit mandej e pasqyrave. Po Keku mundet me importu rrymë për nevojat veta, pra kur nuk mundet me realizu nominimet e saj, do të me importu qatë energji elektrike që na mos me tërhek energji prej rrjetit, sepse ajo tani shkakton të lashe në rrjetin e NCOI, se dikujna ja merr dika apo kupton është bukur problem. Qatë kontrat me të privatizimit kecit na nuk i kena po asnjëherë. Thuhet që aty është që kjo lloj tarife fikse 29 euro për megawatt. 29.5 është. 29.5. Do më thonë për shkak se kapacitetet tona janë bukur të vjetra. Atë kontratë se kena marrë, kena protestuar, ti e di që unë kam protestuar atëherë, kam bë peticione, gjithçka. Në fund thëshin hajde këshyre ti, ne çeçin do dokumenta, si më thonë, një stok dokumenta, këshyre gjene. Aty ishin kanë pas përfshi edhe këto hidrocentralet e vogla që ja kishin pas fal kecit e ku ta diun ishin skandale. Po kanë qenë jo transparente. Edhe këta që janë sot pushtet kanë protestuar bashkë me mu. Apo kupton? Po sot po i mbrojnë. Unë çtu po habitna. Kjo është shumë e habitshme. Sot po i mbrojnë, domethënë ti ki protestu, del ministri thotë që ato 300 milion euro që është dashta me kontratë, ato janë me tarifa, s'ko kanë me kontratë. Publikoj senet. Nëse ti sot je në qeveri, ki qasje në krejt dokumentacionet, del edhe kallëzo. Del edhe thuj çush është realiteti, mos më shefni. Unë delsha të keci, me protestu, e mjavë që dokumenta, dalë kja i farë, mefja, që shë ka emrin, thëjke, pse këta të LDK-s e kanë privatizu e këta ashtu, nuk e mbroj ke qytetarin që po vjedhet, po e mbroj ke kecin, pse një i LDK-s e pas ka njës këtë kauz, apo kupton? Që kjo po më habit ma tepër. Visar të Keku, halo, ajo, pavarësisht ajo në kapacitetet e vjetra ajo, nëse si me thonë, ja përshqen qatë megawatt, aja faturon 29 euro. Ajo megawatt është megawatt si me kapacitetet vjetra si të reja, dhe më thonë, ajo është që e sasi. Po, dy sene janë këtu besej që duhet mu trajtu. E para, a ndodh diçka, unë jam duke ulumtu, po duhet me prit një situatë të favërshme ku shihet çka është ndodh prej brana në kuptim të renovimeve në Kek. Do thonë një lloj arsyetimi edhe disa dokumentacione e mbështesin fuqishëm që renovimet edhe investimet në Kek bllokohen pe operatorëve të papërgjegjshëm, ose operatorët e papërgjegjshëm nuk mujnë me deliver, me thonë nuk mujnë me kry punën në kohë, mandej zvarritën, shkojnë përmes gjykatave, o SHP-ja që është një organ që na duhet më marrë këgja shumë seriozisht me këtë organ, edhe me pa kush mundet me gjetë lidhje, kush mundet me bloku tendere, kush mundet me bloku investime. Po kjo me të çështje që është dedikon në rregullume ose duhet me dalë sipërfaqe për me ditë çka jam të thonë. E dyta që është më me rëndësi, e di që edhe ty të kanë përfshi shpeshherë edhe ta qesin atë etiketën me që e marrë me energjinë elektrike dhe sistemin në përgjithësi, që ti vetë je kon njoni prej atyne që ki bloku investimin kapacitetit të reja. Domethënë që kjo është tema
nështë ma konkrete, që qeveria do të më përgjigj, edhe ata që të kalumën e kanë pas një lloj hise në këto. Pse s'ka kapacitete të reja që i shtohen venit për me prodhu energji elektrike? Kthejnë edhe te kjo pjesa që po ma bën pyetjen për mua se sa kom pas ndikim, nëse kom pas ndikim për me blloku një investim 500 milionësh Termocentrali? të termocentralit, atëherë unë kokna ka njëri ma i fuqishëm në Kosovë. Kosova ka nevojë për kapacitete të reja gjeneruese, pra Kosova A dhe B janë të vjetra. Ato duhet me u revitalizu, duhet me investu bukur shumë për me mujtë me zgjatë edhe pak, po s'mundesh me zgjatë shumë, sidomos te Kosova A, jetë gjatësia 2 aty kanë kalu 40 vjet që janë jetë gjatësi të pranuar kështu ndërkombëtarisht për një termocentral, mas 40 viteve në vende normale evropiane botërore ato mshelen. Këta s'kan pranu centralin me gaz, që kanë përmend edhe ka ardhur si kërkesë e qeverisë amerikane me MCC-n atëherë. E kanë tallë, madje kanë thonë se ky gaz e qenë karose, nuk ka amerikane çapo diun. Edhe e kanë hiq. Prej ka pas me kalu ajo linja? Linja ka ardhur prej Aleksandropolis në Greqi. Po aty është terminali i gazit natyror amerikan dhe pastaj me kalu në për territorin e Maqedonisë Veriore edhe me hyrë në Kosovë. Problemi o kanë që qysh Kosova ka rri me refuzu një projekt ka strategjik, sepse qëllimi i Amerikës nuk ka qenë me na furnizu neve në Kosovë që me një central 500 MW. Qëllimi tyne ka qenë qysh gazi tyne me hyne për Kosovë e mu shpërndan në Ballkan. E Kosova me qenë nyje strategjike, partneri kryesor Amerikan. Dhe kena refuzu, paramenoni. Unë e maj men, në atë ko 2020 nëse s'gaboj, shkova në departamentin Amerikan të shtetit. Bile ka qenë pandemi, takimet u dashke me i majtë në distanca, në për kafe, në për kështu, që mos me pas kontakt të afer. Nuk mujshke me besu departamenti Amerikan i shtetit qysh Kosova e ka refuzu një projekt tillë. Nuk mujshin me besu, Libran. Nuk kanë mujt me besu. Edhe sot, Kosovën e ke lanë të varur prej importeve, që kontrollohen e menaxhohen prej Vukamovicit. Kush ka refuzu këtë projekt? Qeveria e Republikës Kosovës në krye me zotin Kurti. Para kësaj, iniciativa ka qenë për kontër globale? Po, kontër globale. 2017-18? Po kthejna që aty, do më thonë unë kam... A dhim se visar do këtë tragjike, tash po ta thëmë më shlirë, edhe unë kom pas bindjen dyshimet e mia se aty u përfol për një lloj investimi që t'ia garantën fitimin kontër globalit për një sasi ose një lloj marzhe të fitimit vjetore, mujore, s'po di qysh, çfarë do qoftë. Ama kur kthehesh mrapa, na me mendu në qatë munges të kapaciteteve që i kemi gjeneruse për energji elektrike, dhe çmimin e importit, sidomos 4-5 vitet e fundit që i kemi pagu, na vetë për faturave tona, i bjen që kontër globalin na tashmë 2 fisha, 3 fisha, s'po di as vetë, do të me kalkulu sa e kishim aspekti financiar ka qenë disaster me kontër globalin. Kjo ka qenë një prej arsyeve pse unë kam kundërshtu. Se si kontrat ka qenë e keqe për Kosovën. Cilat kanë qenë detajet? Mbi 80 euro megavati i energjisë që u dashke me ble prej konturit, te e prodhojshe 729.5. Çmimi në tregjet e energjisë elektrike ka qenë dukshëm më i ulët. Tash, dëgjojmë, sot ka luftë, po nesër mundet mos me pas luftë. Tash para mendoj ti, mas 2 viteve. 80 u kon fikse për fikse. Për sa vite? Për një periudhë konsiderueshme tash, nuk i di detajet e kontratës. Para më mas 2 vite përfundon lufta. Dhe çmimet e energjisë elektrike mund më ron në treg. Çka më bë aty termocentrali aty për shembull me një kosto kast madhe. Ma lirë tek i me ble, ndoshta jashtë se sa me ble prej Kosovës, por që ato nuk ka qenë menduar më mirë. Për atë kohë, edhe sot me kanë rrethonat e njëjta, unë sot njëjtë kisha vepruar. Jo, kur gjë ndryshe prej asaj çka kam vepruar. Sa ka pas kapacitet? Dikon te 500 MW. Unë që kam thonë, në atë kohë edhe thëmë edhe sot, sektori energjetik duhet me u diversifiku. Nami 90% e prodhojmë hala me linjet, ofër 90%. A e pa që ndodhin Prishtinë para 2-3 dite? Unë alën elektrofiltrat, u helmu krejt Prishtina. Krejt ajtë tëmi o bilicit në Prishtinë në Lipjashkaj, biledhen Ferizaj. Pro, energjia me gaz është për gjys
ma e dëmshme në kuptimin ambiental dhe shëndetësor se sa energjia me qymër. Dhe po, na nuk po thojmë që do të mi mshel kapacitetet tona, do të mi revitalizu ato, do të mi kthy në punë, mi arrit eficiencën, me përdor linitin ton, por me shtu kapacitetet të reja prej burimeve të reja energjetike. Se deri sot s'ka ndodhur, në 5 vitet e fundit janë importu energji elektrike 1 miliard euro. 2 centrale. 2 centrale me gaz na i kena importu energji për 5 vjet e fundit. Diversifikimi do të më ndodh. Kjo është sikur mi pas ti 100.000 euro debran, edhe mi çu me një bank. Ndodh diçka me çat bank, shkoj 100.000 euro. Kur i çon ka 20.000 euro, mundesh pak a shumë edhe sigurinë tane me e rregullu, pra sektori i energjisë nuk është vetë siguri energjetike, por është edhe siguri kombëtare. Ti sot po varesh prej Vukamovicit ta ka shtrejtu transportin e energjisë 700 euro megavatin. Para menoni. E ki blenë me 150, veç me pru energjinë dhe në Kosovë, ka kushtu 700 euro.